është fol që njerëzit kur e kanë mënu haxhin ka thonë nëse shkojnë në haxh se masane Sun e mbaj. Sën punojnë pazar të këtë me kantar, sën punojnë me peshore, apo sën e mbaj, si e tha. Kjo është një qasje e gabuar që besimtari që ashtu të me mendu. Për jetën e ti para haxhit edhe mas haxhit. A duhet haxhi me qenë shkaku pse njeriu i le gjunat apo duhet me qenë diçka tjetër? Sebebi pse njeriu largohet prej haramave dhe i kryen obligime që Allahu i kërkon prej tij. Po. Tash kjo veç se mund të kuptohet në dy aspekte. Nëse bëhet fjalë për vonesën, me vonu haxhin, se unë nëse shkoj në haxh s'muj me mbajt. Ashtu thonë ende disa njerëz, unë kisha shku, ama kur të kthehem s'muj me qëndru tamam. Nëse bëhet fjalë për vonesën, është qasje e gabuar. Se besimtari nuk do ta vonon asnjë ibadet. Ti bane, Allahu do ta mundson që ta mbajsh, Allahu do ta mundson të qëndrosh. Tash sikur themi, unë nuk filloj me namaz, se unë nëse filloj me namaz, mandi do t'i lë disa gjuna, disa harame, ato harame unë s'mundem me i lën. E çka do të më bë? Do ta shty namazin. Kjo është rrezik, në një aspekt është rrezik i madh. Në këtë qasje mund të jetë e gabuar. Në aspektin tjetër duhet ta ketë parasysh. Nëse shkon haxh, mos mendo mu kthy njëjtë. Nëse shkon haxh, mos mendo kur të kthesh me vazhdu në të njëjtën që ke qenë më herët, nga se ndryshimi duhet bëhet. Haxhi nuk është vetëm ajo mënyra që me shku, me i vizitu, me ecë, me shëtit, si lloj turisti dhe në fund kur të kthehet, me vazhdu njeriu aty ku ka qenë, do të bëhet ndryshim. Jo vetëm prej haxhit, prej çdo ibadeti. Njeriu falet, nuk mund tash edhe të falet edhe me vazhdu në rrugë të tjera që nuk i takoj një namazliut. Inna salate tenha anil fahshai wal munkar. Namazit ndalt, pengon, mbron prej gjunaheve, prej të këqijave. Agjërimi gjithashtu, na i cili agjeron, po nuk e le fjalën e rrejshme, nuk e len gënjeshtrën, nuk i len gjërat që nuk i... Në fund, Allah nuk ka nevojë që ai të qëndron pa bukë dhe pa ujë. Gjithashtu edhe haxhi. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Do më thonë, njeriu vetëm se prej atje fillon edukimin e mirëfillt, nuk ka fjalë të këqija, nuk ka sharje, nuk ka ofendime, nuk ka gibet, nuk ka harame, nuk ka gjuna, nuk ka jidal, pastaj konflikt me njerëzit, përplasje, urrejtje kështu me radhë derisa atje pastrohet nga gjunat, po pastrohet edhe nga ajo sjellja negative, ato gabimet në jetën e tij. Haxhi si zakonisht zgjat. 10 ditë, 15 ditë, se haxhi kryesisht, apo ajo vepra kryesore që kërkohet është në Mekë, pastaj shkojnë në Mine, Arafat, Muzdelife, Mekë, edhe aty mbaron veprimet që kanë të bëjnë me haxhin. Edhe kjo është një proces i cili zgjat disa ditë. Ndoshta, po me siguri është edhe një lloj i shkollës në të cilën njeriu stërvitet. Të jeti kujdesshëm. I mirë, një kurs që kurs intensiv është me ihram, gjatë ihramit ne dimi se ka disa veprime që nuk duhet t'i bën. Po ashtu përsëritja e telbijes ku rithekson imanin dhe çështje tjera, qëndrimi në Arafat në një vend. Këto janë këto pjesë të një ta quajmë edukimit apo kursit intensiv, i cili e përgatit edhe për atë jetën që është jeta pas haxhit, apo jeta pas lindjes së dytë. Sigurisht. Ne shohim gjitha ibadetet dhe me haxhin, pastaj si shtyllë pesë të Islamit, e shohim që gjitha ibadetet nuk e kanë atë mënyrën vetëm teknike, ti themi, apo vetëm disa veprime të gjymtyrëve dhe në fund të dalim prej tyre të zbrazët. Ramazani është një muaj komplet. Nuk është një ditë, as 2 ditë, nëpërmjet Ramazanit komplet, atij muaji madhështor, agjërimit, gjitha ibadeteve, njeriu në Bajram del ndryshe. Ka ndryshim të madh nëpërmjet ibadetit. Zekati e jep njeriu zekatin që e ka grumbulluar një vit, e ka ndarë një vit, në fund e pastron zemrën, e pastron shpirtin, pastron pasurinë, pastron haxhi me gjitha këto obligime dhe gjitha ato vepra, ato rregulla, ato ibadete, nëse nuk e luan rolin që të bën ndryshim, atëherë cili është efekti, cila është dobia dhe si mund shpresohet që të arrihet shpërblimi nëse nuk vjen ndryshimi nëpërmjet haxhit.